Po afrohej tani më pranvera dhe po zbutej për i të kohës, çdo gjë në qiell e në tokë. Kur Mojsiu nxitej si pareshtur para tiranit, po kërkonte me shumë lakmi, armë dhe luftë. Mehmeti, qërsa edhe vetë koha ja bënte një kërkesë të tillë, i dha me gjithë zemër të gjitha sa i kërkoi, sepse ai si aprishte më tani për asgjë dhe për krahte, meqense gjatë asaj kohe që kishte kaluar, dhe që bëi më së 6 muaj, ai kishte shoshitur me saktësinë më të madhe, një për një, veprat dhe planet e këtij burri, dhe kishte zbuluar shumë shenja fort bindëse të qëndrueshmërisë dhe besnikërisë së patundur, dhe të ndjenjave shumë armiqësore kundër Skënderbeut. Veç kësaj, Mojsiu, me qëllim që ta bënte mbretin për vete, i kishte treguar trimërinë e vet, me sa ishte mundur në kohë paqe në shumë raste, duke dhënë shembulla të shumta të fuqisë dhe të guximit shumë të madh të trupit të vet. Aq sa siç doli në shesh pastaj, kur i tregoi vetë Mojsiu, thonë se Mehmeti e pyeti a kishte Skënderbeu shumë burra të tillë. Ai u përgjigj se i kishte pa numërt dhe mbreti e lavdroi për fjalën e matur. Pastaj, si çdo më në shumtën e herëve, kur trupi s'na lë ta lavdrojmë më hapur veten dhe shajmë si larg të tjerë, për të zënë vendin pa e kuptuar, i brani u dal nga dal prej të tjerëve tek Skënderbeu, i përpoq në mënyrë të shumta që t'ja ulte vlerën. Dhe pas shumë fjalësh, i uzëtua tiranit se po t'i jepë mundësia do ta matej trup me të dhe ta provonte fatin në betejë. Sa për numrin e ushtarëve, nuk deshin më tepër se 50.000 kalorës, të cilët i zgjodhi dhe i rregulloi pothuaj vetëm me dorën e vet. Sultani që ja pëlqente mendimin për çdo gjë, i la më dorë edhe kujdesin e kësaj ushtrie. Besimi i pazakonshëm i burrit i detyroi ushtarët, të qenë meroheshin, të qaseshin e pirin me atë numër aq të pakët, të mendonin se të gjitha punët do të shkonin mirë e mbar. Pastaj, autoriteti i madh i Mojsiut ndaj të vetëve dhe farefisëria e tij në krahin u jepte atyre jo pa arsye fort zemër, sepse besonin se do të takonin atje ndihma shumë më të mëdha. Për këtë gjë, Mojsiu ishte ndoshta i bindur dhe ja kishte mbushur mendjen edhe mbretit, duke u zëtuar se kishte biseduar me më pleqë të dipranëve dhe me disa nga të parët e vendit, dhe kishte atje shumë shok dhe përkrahas të fshehtë të komplotit, të cilët sapo ta shikonin do të vraponin fluturimthi me rinin fort të gatshme, do t'i kthenin armët kundër Skënderbeut. Kështu, si u bën të gjitha gati për nisje, 26 shkurt, u largua nga Konstantinopoja me drejtim të rrugës për në Dibër, jo ande nga kishte kaluar më parë se Balia, por në për një rrugë më të rrahur, përmes Trakisë e mandej përmes Maqedonisë, me shpatë kobzez në dorë për t'ia ngulur atë dheut në zemër kur ta kishte parasysh. Skënderbeu gjithashtu, e janë nga vetë koha, më anë tjerë nga lajmet e shpeshta, dhe nga fjalët e përhapura, po aq të sigurta. Kishte gatitur armën me kohë dhe pasi e vendosi me shumë vend, ushtirën duke mbajtur gati si për përleshje, po pristi ardhjen e armikut të ri, me zemër më të zbutur se zakonisht, dhe morejtje pak më të ulur. Ai e kishte akoma zor ta besonte se Mojsiu ishte pushuar nga ndjenja armiqësore kundër tij dhe se besnikëria e sprovuar, sa e sa luftra gjatë gjithë viteve me radhë ishte ndryshuar aq shpejt për shkak të një gjëje aq të parëndësishme. Përkundrazi, ai e kishte përdorur ndoshta këtë si një manovër për të lënë pasardhëse, si dëshmi ndonjë vepër fort të ndritur në dëm të madh të armiqve. Pastaj, edhe sikur të vinte si ndonjë armik i vërtet i dheut, prapse prapi, kur të shikonte truallin që e kishte lindur, dhe kur të kishte pranë shokët, dashuria që do t'i ringjallë dal nga dal, ishte për t'i zhdukur gjithmorinë dhe qëllimin e prapë. Po sido që të ishte, ai po qëndronte krejt armatosur, me ushtrinë gati për çdo rast, qoftë për ta pritur si mik me vullnet të mirë, qoftë për të luftuar kundër tij me zemërim të furishëm, dhe as që pat hall të shifte kundër tij, disi në punë dhe lëpërin apo t'i ngrinte buzëqin, sepse merrte vesh që forca e tij nuk ishte shumë të mëdha, kurse ushtrinë e vet, si nga trimëria, si nga numri, shikonte mjaft të zonjën për ta goditur dhe dëmtuar atë sheshin. Pastaj,
Edhe sepse ishte e vështirë, ndoshta dhe jo mjaft e sigurt, që të zinjë mjeshtërinë e dikush me të njëjtëve, po si me lakun e vet, dhe si thon fjalës armikun e shtëpisë. Kështu më siu. I lirë kudo dhe pa ndërprerë kundër rrugën, hyri në dibër të poshtme. E zuri vend pranë fushës kundër të njohur të epire, nga betejë e shumta dhe veçanërisht nga kërdia e Mustafas. Pa lëvizur as pak qandi, qoftë për ta shqetësuar, qoftë për ta shkretuar Kainën, sepse merrte vesh që ushtria jon ishte aty afër. Dhe sepse dëshironte që t'ja fillonte betejës me ndonjë ndeshje të shënuar. Prandaj, mendonte se duhej të luftonte, më mirë duke u përleshur sheshit me trimëri, sesa me mënyra bare prapë.